Nën kujdesin e Agjencisë për Komplekset Memoriale të Kosovës të udhëhequr nga zotëri Merhakaj, ka nisur zyrtarisht projekti madh kombëtar për rivarimin e 47 dëshmorëve të kombit të komunës së Istogut, të cilat do të prehen përfundimisht në kompleksin memorial në Vrellë. Ky është një akt respekti dhe përuljeje ndaj atyre që dhanë jetën për lirinë tonë, një vendim që forcon përkushtimin institucional dhe shoqëror për ruajtjen e kujtesës historike. Sot, së bashku me shiun që rridhte me emocionet të pranishmëve, u bë zhvarrimi i 5 dëshmorëve të fshatrave Vrellë dhe Orobërd. Në këtë ceremoni të ndjerë morën pjesë 10 familjar, përfaqësues të Policisë së Kosovës, Forcës së Sigurisë së Kosovës, si dhe Institutit të Mjekësisë Ligjore. Feriz Blakaj, dëshmor nga fshati Vrellë, ishte i pari që u nxor nga varri i tij për të nisur drejt prehjes përfundimtare në kompleksin memorial. Ai kishte pushuar në heshtje për vite me radhë në varrezat e fshatit, por sot emri dhe kujtimi i tij u ringjallën me nderim dhe përkujdesje të veçantë. Nga lagja Muzliaj e Orobërdës u zhvarros Nazmi Muzliaj, një tjetër luftëtar i lirisë, që kishte zgjedhur të përballej me pushtuesin në një kohë kur gjithçka duhej fituar me gjak. Trupi i tij u përcoll me krenari e dhimbje të përmbajtur, si dëshmi e një ideali që e bëri jetën e tij të pavdekshme. Një moment i veçantë ndodhi gjatë zhvarrimit të dëshmorit Arton Zogaj. Për krah trupit të tij u gjetën edhe 2 bomba dore, të cilat besohet se janë vendosur pranë varrit të tij, si një amanet i heshtur nga shokët e luftës, simboli i vazhdimësisë së betimit për liri dhe i respektit të pashuar ndaj tij. Ky zbulim mbushi me emocione të forta zemrat e të pranishmëve, duke i dhënë edhe më shumë peshë këtij momenti historik. Në vazhdim pranë shkollës Zymer Zeka në Orobërd, u zhvarrosën edhe 2 dëshmorë të tjerë, Qazim Hakaj dhe Nezmedin Hakaj, bij të një familjeje që dha më shumë se një jetë për lirinë. Ata lanë gjithçka pas, jetën, rinin, ëndrat, për të mos u përkullur kurrë para padrejtësisë. Sot emrat e tyre gdhendën edhe një herë në kujtesën tonë kombëtare, si gdhendje e përhershme e sakrificës më të lartë. Pavarësisht rreshive të shiut që se ndalën për asnjë çast këtë proces të ndjeshëm, çdo hapi këtij rrugëtimi ishte një nderim i heshtur për dëshmorët, sepse kur ata kthehen në një vend të përbashkët prehjeje, kthehen edhe në një vend të përbashkët kujtese. Vrella, me këtë kompleks memorial, po shndrohet në një altar të ri të lavdis, ku brezat do të mësojnë se liria nuk ishte dhurat, por amanet me gjak. Ky ishte vetëm hapi i parë, por zemra e kombit do të ra gjithmonë më fort kur kujton bijtë e tij më të mirë.